E vërteta që shumë nuk e din për Mekën. Shumë njerëz mendojnë se Meka ka qenë gjithmonë një qytet i madh, i fuqishëm, qendër tregtare. Por ja diçka që pak e din. Për një periudhë të historisë, Meka ishte pothuajse e braktisur. Po, lugina ku sot shkojnë miliona njerëz, dikur ishte një vend i thatë, pa bujqësi, pa lumë, pa burime natyrore. Nuk kishte arsye ekonomike që aty të lindte një qytet i madh. Megjithatë, sot është një nga vendet më të vizituara në botë. As Qabeja nuk ka qenë gjithmonë si sot. Shumë mendojnë se Qabeja ka qenë gjithmonë në këtë formë perfekte kubike. Por në histori është dëmtuar nga përmbytje, është rindërtuar disa herë, madje një pjesë e saj, sot Hatimi, konsiderohet pjesë e strukturës origjinale që nuk është brenda mureve aktuale. Kjo do të thotë, forma ka ndryshuar, por simboli ka mbetur. Një fakt tjetër që shumë nuk e din. Rreth Mekës ekziston një zonë e shenjtë ku ndalohet prerja e pemëve, ndalohet gjuetia, ndalohet dhuna. Këto rregulla janë vendosur shekuj më parë. Në një kohë kur luftrat fisnore ishin të zakonshme, një zonë paqeje në mes të një bote konfliktuale. Dhe pastaj është Zemzemi. Në një nga zonat më të thata të Arabisë, ekziston një burim që ka furnizuar miliona njerëz për shekuj. Hidrologjikisht, kjo shpjegohet me rezerva nëndoksore, por simbolikisht është një kujtesë e një historie mbijetese në shkretët hir. Pjesa që të bën të mendosh. Meka nuk është bërë qendër për shkak të pasurisë natyrore. Nuk ka naftë brenda qytetit, nuk ka lumenj, nuk ka tokë pjellore. Dhe megjithatë, është një nga qendrat më të rëndësishme shpirtërore në botë. Kjo është ajo që e bën historinë e saj të pazakontë. Një qytet që nuk u ngrit nga burimet natyrore, por nga besimi. Një luginë e thatë në mes të shkretëtirës u bë qendra e botës për miliona zemra, rastësi apo diçka më shumë.